mbrëma, shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin Kushia Show. Faleminderit publikut që gjithmonë na përkrojnë dhe i kemi prezant. Por faleminderit edhe sponsorëve tonë, atyre që na e mësojnë këtë emision me realizu, është Uji Sibura. Një shishe Uji Sibura është një hap drejt jetës së shëndetshme. Faleminderit shumë. Është prodhim vendur. Është pije Aronia, po ashtu është prodhim vendur. 100% natyrale, por është edhe pije me veti shëruese, e kam thënë më herët. Pronori Esad Berisha ka ardhur nga Zvicra, ka investuar në Kosovë. Faleminderit shumë. Është Computer Center Kosova, që me lokale gjendet fizikisht këtu tek stacioni autobusëve në Prishtinë. Gjithë ju që dani me ditë Computer Center Kosova, ka laptop të mrekullueshëm. Faleminderit shumë. Shikues të dashur, sonte do ta fillojmë njëherë emisionin pa ndaj temë, por e kemi një temë shumë interesante. Ne kam publikuar një video mua edhe Bazës Halil Geci, që është mik i emisionit tonë. Kënse na kemi thonë diçka na kanë lidh me AI, për me diskutu për këtë temë, sonte e kam ftuar mikun e emisionit tem Halil Geci me Dartogitje. Bas Halil, faleminderit shumë që erdhe. Ndet. Apo do më na vosh shpiuna ajo? Po, më shpiuna më. Faleminderit që erdhe. Këtë kanalus politik. Çka u puna soi videos bre burra, i kishin boçi dhe me kena thonë na çenat Graçanicës, as di diçka na kishin thonë. Valla, kur e pova në vërtet u çudita. Sepse këto portalet edhe këta gazetarët mazër u bon këtu me jetu se në Kore. Ty biste ko. Për nërë. Mazër u bon se këtu t'i morën krejt mbrapsht sanat. Na jemi shku bashkë, jemi konë atje në... Kom insistuone bile? Në Veriu. Dhe kur jemi shku, jena shku atje, na jena shku për me vizitu atë ven, mi po që situata në atë ven, nuk jena shku na me thonë, në varë Halil Geci këtu, dilni burra, kush jeni Halil Drenica, varë këtu. Pa kja, pa që kanë bo ata në marre, në atë kohë këmë jetu në atë zonën e Graçanicës. E thonë, s'ku mujtë me rajt ata. Graçanica në Kosovë? Graçanica në Kosovë. Po dhe? E shakot keqe? Kur gjutë keqe, pas në thonë unë jam Graçanicë, e ta është ju mbohë me Sërbi. Sikur në këta po dojnë mi da, vlo. To janë do marifetet të portale dhe të njerëzve që ja dojnë të keshën Kosovës. Veriu është liru, nga kena thonë? Veriu kemi thonë dhe kemi qenë bashkë dhe insistus për më shku në atonë ke qenë tim, para një vjetet a kom pas premtu dhe... Po, nga ke premtu në emision, të këmë thonë, shkojmë. Po, shkojmë. Rasisht ka qëllu që jenë konë zgjidhet, se kena bo me vedije. Po, alloj, pa vedija, se këm ditë që jenë zgjidhet... Pasha zotë në spitali, jem konë bile kur të këmë tira, e bojmë, e bojmë. Po, e bojmë. Sëkur që të intervjis sonte që be bojmë. Edhe kjo këtë rasisht valoj, për shka video se ju në isan. Alloj, me atë video kanë tregu turpin, dhe manipulimet që bën gazeta, portalet e njerëz dashakshi që ja dojnë të keqen Kosovës. Dhe njerëzve që munohen me punu për të mirë e gjithmonë ju del keq. E shkaon Bacali, se ty ja ka nis tash se gjithmonë do me thonë kur ta thonë jo diçka një familja Geci pa dosh me vendu tjerë dyqysh bon të modhe. Shka e kështë e bon një status burë të thonë, po thonë që Halil Geci je ka përshkatu, je përda me përshkatu, unë s'di që i ke përshkatu kam purve. Dhe gja, mësë me ra trup as nuk më ne imaginon që ka ndashtë me bon. Qka është? Ashtë ma keq që jo është kjo fjale e presidentës. Sepse unë presidentën e kam pështet atëherë kur e kanë përzonë pe partije edhe Doni Gërvallën. Me gjithë fuqin që kam pas e kam pështet si plak, si njëri, që kam ujtë në pështet, di si gjysh. Edhe të sad, kur u dalë kjo në këtë parti, e kam pështet listën guda, atëherë tash o partia guda, dhe e kam pështet me plot fuqin, edhe nuk di që shka mujtë ajo me dalë me thonë, Halil Geci, për një fjallë hipotetike, që kur mujtë me thonë, mi kanë bëhat shkelit kushtetutës në Turqi, ose në Iran, ose në Irak, ose në Mars, u konë atje, kjo u konë fjallë hipotetike, nuk e mujtë me thonë... Po të këtesh me unë nëse? Jo, nuk e mujtë se këmë thonë, si kur tisht atje, e këshin përshkatu. Unë fjallën e kam në kontest politik.
Edhe Kim Mehmeti ka thonë, Vjosa Osmani, këni Kim Mehmetin që aty thot, Vjosa Osmani ka bon një atentat politik kundër Albin Kurtit. Po, e kom të gjuhë kështu në Facebook e kom lexuar. Po, Facebook edhe unë e kam lexuar, edhe hapta këto, do më thonë. Po ti edhe djalin e me e kin listën Guxha pas Po listën Guxha, hala unë e kam vonë që kurios ason, që kam vonë që konë Albinit. Në një farë formë ja ke fol djalin? Ja kom fol pasha zote, ja kom fol djalin, më thotë që vjos, po në momentet vendimtare, kur preket interesi Kosovës, unë nuk e ngjas djalin tem, por nuk e kom pasur në asnjë qëllim, edhe sikur ku me ditë çka atë unë nuk kom pas qëllim për me bon të pushkatoj. Para menoj që ka fol, një president e vendit, një non, një familje, një njeri që e ka mbështet mas shumë ti. Unë e di që të më thonë prej emisionit tem e ke mbështetë dhe ke thonë kjo qika e ko mirë, pëna Po pikërisht kam thonë, kjo në konë një pëna binom. prezentan mirë para butës. Për mendimin tim gjithmonë e kam thonë, kjo konë një binom, i shkelqyshem, kurti me Vjosën, kjo e ka paraqit në arenën ndërkombëtare Kosovën ma mirë se tonë, dhe thyrjet e tyne kujdion në shpe. Qa i kum ditun që kanë bëhë këta. Deje kom po kur ka plas bomba. E në to video që e kanë qitë basa? Unë e këpiktojnë e kom bëhë të ratin që ka bëhë kjo video, nuk e kom thonë unë, po e ka thonë Baton Haxhiu. Thot, para gazetarë, thot Baton Haxhiu, takimin në New York, ja ku më aranxhu unë. Bile veta jo, kush e ka, a do mi ditë kush e ka aranxhu, dhe Baton Haxhiu thot unë, regjët. Cilin takim që... New York, duke 2024 shtatora, me Grenellën edhe me Gjuricin. Me Grenellën me Gjuricin. Gjo që unë, kur e kum po, nuk kum pas dëshirë që kjo tjetë prej e tyne. Edhe sot ja thamë, s'kum dash me kom prej e Gjuricin, e Diramës, edhe e kësaj ekipe. Se kjo është ajo ekipa që e ka pru Kosovën bush përbërjes. Ti munësh me thonë, me livdu sa dush, po këta dë, këpina, bashkë me Albinin, e kanë pru Kosovën për mi kontrolu cep edhe me ruhe teritorin e saj dhe konstitucionalinë e sovranitetin e saj. Dhe tash, unë e kam thonë një kontest. Ndrysh, tash qohet presidentja qatë, unë e kështu Halil Geci ka thonë më pushkatu, unë po tut në qaj, qysh flat me pushkatu. Unë jam që kjo Halil Geci, familje ime, që kam mbrojt kushtetutën e Kaçanikut, edhe kom pas shumë pasoja. Të mbrojt atë kushtetutë Kaçanikut, që kanë bon një institucionin tonë, po. Tash, po kom njëjt atë pasoja që po punona, mi mbrojt një kushtetutën e sodit, ku 2 jurist të mirë si Baraliu, thët, është gut presidentja, me këte ka bon një puq politik. Një grusht, një puq, po një grusht politik. Unë ja kam thonë që ka thonë Baraliu, që kam thonë jurist, unë që jam jurist. Dhe ja kam thonë, po si kur të kishë fuel në Kore, e kështë përshka, ose në Turqi, ose dikur. Dhe absolut ju, tira të cene, absolut. Momenti kër i kom pa, që janë ndaj, jam kundështar total dhe sa dijet, se kush është kjo, kush është të fajtori, unë jam kundështar që kom pa me sy. E pse po bojnë thirrje për arrestim të Basës Lil, tonën? Që e poshtë lajme dikun nëse zgaboj në Kua Vizian, nëse zgaboj? Jo, për që të fjallën që e kam thonë, po të tishte, shkelin e kushtetutës të banë të... E që është tash prokuroria speciale po dhënë që ka një setimet? Unë nuk e kom një, që kom thonë, që të ndëgjova, më thanë në telefon... Masanila ina shtetë demokratiko burat një. A i pove lojmen këtë dhe, prokuroria speciale, ju në që tonë me një këty me shti në burg për 10 vjetë, se i ke thonë presidentës, për të vra. O, zotë, ruje këtë popull për këti mileti. Unë ma s'ke që uro prej e kësaj. Ma keq më ka arë që uro kjo prej e kësaj edhe Haxhef Dyli. E një me jena të Haxhef Dyli kishton që është foto me AI, dhe me kësë është foto profesional. Një turpi madhë. Kështë, a ditë qa ka folë braj. Une me Haxhef Dylin kam folë mirë para në 4 vjetë. Edhe në zyrin e ti, pa e më vretë, unë këto fjallë nuk i vlatë, se s'jam Haxhef Dylin. Në ordinantën e ti në Prizren, janë zyre, por në ordinantë. E që me thonë, a dikë që ka dashaj me thonë, mi a bon
një argument presidentes edhe me abon një argument prokurorisë që e dhonë për tutë nëse njerë ta më dohet mu. Ja ka dhonë dërej që a i për shkak që soja, me ndënte që ka unë? Jo, bre, nuk është, po 6-7 ditë, që 15 ditaj, që 20 ditë. Ja, unë e po du më të vetë sonte se e ki... Jo, unë po të regoj. Qka ka thonë? Jo, aj para kësojna, para 20 dite e kem ditë tonë, aj e jetë asatovë që si janë në këtë parti. E kam morë vesh pej... E para 4 vjetë, ana kalëzën që të ka thonë, drejt kalëzën. Kushko? Jo, nuk flasë së jam i tilë. Aja e denë që kem folë. Edhe kam qef aja mi ditë që ka folë. Unë për presidentën një kumë thonë, është një karjeriste që kom ju lonë lëqë. Po me ndoj që si huvi që kjo qik, kjo gru, e ka bo punën matë mirë se tonë, e ka paracitë Kosovën në arenën ndërkombëtare, halal i koftë, dhe do të këshia do të mja... Ti i ke thonë? Mja je. Unë e kam thonë, i kumë folë edhe në për media, në për vene tjera, edhe me shkrimet. Pse keni që të mendim se shpesh thujnë edhe tjerë, thujnë, Vjosa, dhe me thonë, e ka karieriste, e ka lonë edhe ashimin, e ka lonë, i kumë dëgju të thonë. Jo, është shumë e vërtet se Vjosa, jo që e ka lonë, po i ka hypë në qafë Fatmir Sejdiv dhe e ka lonë e ka shnjërzu. I ka hypë në qafë Fisës e ka shnjërzu, i hypë edhe këti e shnjërzaj, po për këto s'kom mendu. Se kë binëm banë një punë të madhe, banë e këthynë sovranitetin Mitrovit, i krynë do punë të mbaja, Mitrovica nuk është loj, nuk është punë 1 miliard, dhe 800 milion që për t'i jep, po në punë 500 miliard, 600 miliard, vlerësimet e inxinjerve, njerëzve që janë adekuat për këtë lamin. Absolutisht, po. Edhe tash, kam mendu dhe s'kum thonë, kam livdu edhe djallit e kam thonë, shkon në partit sajs. Kur s'kum thonë, të Doni Gërvala, as të Kuti, shkon në partit sajs, se që kjo qik është tratu nga me. E ke thonë në emision më rëbur? Ke thonë që kjo qik është e mirë, për mbështet mirë, e ke thonë një të ristat e kalume. Po, të ju më duket. Po, e ke thonë. Po, e kam thonë edhe në media e në vend e tjera. E Basalil, a guxem të apo një pyetje tjetër për Kurtin. Çka mendon për shembull ata që e shohin këtë televizë mund më thonë, mos ndoshta e ka bën si loj Kurti atakem me pe lojës presidentit? Jo, bre, nuk ka puna Kurtit, unë e kam dëgjue edhe është në rrjetet sociale të shku që pa tonë haqjithë, thëtë unë e kam aranjua atakem me gjuricin e me... A mendon që është obligative ligjore që presidenti ja me dol me thonë, me shpjegu pse është taku? Jo, ajo dashtë edhe mësë mi mshefa të fotografia dhe me tregu. Jo, kur të merë vesh një herkrejt dyjeja, na simpatizant të saj ma të mrami. E qka me ndoni për juve personalisht? A është trafik kombëtare nëse ti e presidentin i shtetit edhe taku është pa e dit qytetarë të Republikës me një... Ja, nuk e quj unë trafik se burri shtetit mundet mu taku me se celin. Unë nuk e quj trafik. Po trafik e quj nëse atë zajet nicen rrinë në një tavolinë ose në një takim i aranjum që sot Baton Haxhiu, ja ku më aranjum unë që flitet, qka flitet atë, unë nuk e di qka ku fjole atë. Po aranjimin të tje ku bë unë, dhe aty ku preket zajet nicë, aty ku preket Kosova, unë jam fort i ndishëm, vallaj unë... Edhe vllazni ato me thonë ti... Vallaj vlavnë, vlavnë tem nga njën e fadilin e djallin tem... Jo, në djallin një sen që ti dhe me thonë, nuk është e letë se ti ju ke dollë kondra dhe vllaznive të, përshka listës guzellëve sa s'mon ta, është e vërtet. Po pikrisht, i këmë thonë, kur vlavnë tem fadilin, këmë thonë, nuk mojnë mbështete, sepse lista guda edhe Vjosa s'mon e ka ma mirë se tonë jo, edhe Albin Kurti. Unë nuk e di, qka do me thonë këtu, kur është qarë që Kosova i majtë i gjatë. Unë e mendoj me ra një vijet drejt, se i kam 104 moshku në luft më pushtus, mi pas një president të vetin, mi pas një parlament tonë, mi pas një shtet tonin, me kufit sigurt, dhe nuk e di pse, që kanë mujtë me bon këta, unë e kam folë një mendim, pa ndoni prasken. Anë e kërësojnë banonë, unë sonë të bëhanë, jakoj ke banonët, është fjalla o diçka për banonët që e kom folë një, po në ato, sonë të për iftarën, ta në familjet Bajrama në iftarë, horë banone. Ke dish me folë me metaforën, për këpëtë shumë? Jo, po, unë për lasë që kom thonë.
S'po të rekët, Basalil, Jo, nuk do jetë se ku mbo, gjon. As nuk janë, për kundra dhe jem sad. Edhe gësë që kanë zanot më të rekë. Jo, kur vallaj, gësë nuk të rrish në kur se si ku mbo, gjon. Absolut që ja kam thonë, as nuk e kam nënçmu, as nuk e kam thonë, veç ja kam thonë originalin qa është. Qovë se ke shkel kushtetutën tash, sa du po, se kushtetusa ja ka këthy dhe me 31. Po në me, ja kish këthy kushtetusja pru Albin Kurti. Po ja ka pru Albin Kurti. E ka vendosë mosën e sigurisë. Do më thonë, tash e këshyrum dhe mas 31. Qka për ndodhë? Unë nuk më pasë qef me... Ndërkohë Vjosa e ka shpërbë parlamentin, apo? Po, Vjosa e ka shpërbë parlamentin, po kushtetusja tash ja ka këthy. Ja këtheja... E ka vendosë mosën e sigurisë. E ka vendosë mosën dhe me 31 mars nuk mundët... E shka po ta mërmenja një me Basalil, a je proti nëse Albin Kurti se e kom dëgju në për intervista, thot, Kurti thot që unë e pajtona plësisht me kryeministrin Kurti, thot, na numrat i kena veç me PDK-n, për president o fjolla. Ja, ndëgja. Këto që i di unë, i di te, i di bota. Albin Kurti nuk merë vosh për PDK-s. Albin Kurti nuk merë vot për LDK-s. Albin Kurti ja ka bot 30 në nëshkrime, ja ka garantu 65 deputet, a 6 që i ka, edhe i ke din krejt dyja që asra mushit që jep, as nuk i shkon LDK-a se 12. E qka nëse i në koalicion vetëvendusja për president me PDK-n, a e mbështetje? Po nuk i qare ti për pahin, ja ki më shku në zedhe, ja ma hin në koalicion me dike. E vetëmja që mund e shpëton është PDK-ja. Dhe mune mu konë ndëgju, si kësha që njerëz, nuk e kësha që poplën qëtja, po e kësha bo qeverin. E tash, këta nuk e bojnë qeverin, për a shumë arsye, se i ka lyp shumë. I ka lyp, me sa di unë, i ka lyp edhe president, edhe 8-9 ministri, LDK-ja, se dhënë marveshje politike për dojnë. Aja mushi i ka ik, LDK-ja nuk i ka 12-13 se cash, i shka në ajo Bajrami, as Lutfi Aziri, as ajo Abdullah Hoti, dhe kjo s'ka mujtë me i bon tash. Presidentja ka thonë, unë pidu komen mi kom, bimi ti mu këtu, dash mësë me të rëzuhën ty. Se su më rëzuhën, se nuk më qitë ti muë, që s'mi bon e vot, ato në pëtarë që përndojt parlamentit. Pa kja unë një marri, që ka bo presidentja, unë një marri, e din këtë, unë në të munduat qa dojnë mu marë që tu, e ka bo një blikësi. Ajo, dohet me a ditë për falenderim kjo koalicionit, që koalicion që u kondemi tash, që u bo presidente, 5 vjetë, tash dojmë i këshyrë, mas to 5 vjetë tjera, po bëhet presidente aso kryeministër. Sëd, a unë sëd qashtu, nuk jemi familje që nuk e mbështetë institucionin. E kom mbështetë Ibrahim Rrugovën, se ka pas mirë, e kom mbështetë Vjosa Osmanin, se ka pas mirë, për këtë gabim që e ka bon ajo e din, unë, po flasë për vetë, sëd më më thirë, sëd e mbështetë. Se nuk mu i medal jashtë nërë... Po ju se të ke përkrabur që të kjellë djallin. Po nuk mu i me herë. E është Vjosa kryetore tash të lisës Guxha Basalil, ajo? Valoj, unë e mendoj halot që unë kryetore lisës Guxha. Se herë për thujnë Donika herë? Unë nuk e di, unë e mendoj se lista kjo si nuk mundet me kryetore një partije, juridikisht, edhe presidenti e shtetit njëkohësisht. Po dhe po kështu e kam fjallë na... Po halo mendoj që këta janë bashkë. Ai Haxhef Dyli, kur ka thonë unë e për iki se për tut, na për vrasin edhe mund për vrasin. Qëfar turpe, qëfar kuk. Po ja, i kishtë thonë edhe që foto me AI është e bone, dhe më thonë me inteligencë artificiale. Qështu kishtë thonë? Jo, po ka thonë, po është foto tjetër, që thotë Baton Haxhiu. Se unë e kam postuar. Po e kam të gju Baton Haxhiu nëse s'ka bëjnë të shtash, ka thonë që qështu që pëthu ti ka thonë. Po unë po flasë që ka thonë, unë që më konë atë. Asë që më konë atë, unë po flasë që flasin, që fletë para medjave. Një njeri me ndikim, si Baton Haxhiu. Thotë, kër e pytë gazetarja, thotë, unë e kam bon, a den mi ditë kush e ka bon këtë aranjim, takimit, thotë, jo, thotë. Unë e kam organizu. Unë bili thotë, unë e kam organizu. Dhe me hinë heshtje kjo punë, më uli me Gjuriqin balë për balë, dhe më uli me Grenellin që sa kërkun në administratë Trumpit, më ka gosh një punë shumë e ronë, një tratish shumë e keqe. E shka me ndonë për një intervjist, të ishë ministrit në Draqeq, ku thot, Albin Kurti më ka thonë,
tyje t'i foli 27 hektarë të manastirit, a më vish për ty, jo për tjerë. Ja, unë e kom elaboru sa në një shkrimtimin, tash po mu i me hi atje, e kom elaboru kjo propagandë bre që tyne? Se si thatë Albinja? Po jo bre, që farë propagandë është e këtyne. Propagandë e këti rrethit që po më akuzojnë mua, po dojnë më bo mu se ku na Al-Qaiden. Po do më vra presidentin në shtetit e ku aja po tutet. Më të vra ty me komende. Ja, më një më dalë kondra Fadilit i këmë thonë vllavi jam, së mujtë më gjojnë se unë nuk jam natë partitë. E ki gabim? Unë e ki gabim se që ta kanë mirë, vjoca me që ta ka mirë. Ku ka prekë që aty këmë thonë mose me kanë konë Korea, ose me kanë konë Turqit kështë vra. E tash pas ka thonë Halili po du mi vra. E shka në kana gjea vdylina, e gjakia, pa da më la presidentin, po me zotë, u marrë, ku nona janë, Po thua dhe ajo për kurtin do është gënjeshtër është, që ka thonë e nëndë. Gënjeshtër, unë e quj gënjeshtër. E mirë, Basalina, propagandë. A i kena ranët na me bëhaj gore që shtu herë me bon president? Ja, Bota në krizë, Basalil. Bota është në krizë. Në Iran nuk po lifton Amerika e Izraeli me Iranin, po lifton Rusia e Kina. Janë ka i testojnë armën mini popull atë të pafajshëm do shta. Nejeve se familje i takojmë onës gjahtizmit, i takojmë Amerikës. Dhe më të jemi Amerikën këtë rast? Amerikës, po, nuk takojmë unë ati, po, këtu tjetër logik nuk ka. Bota është lufta tretë botënore veç ka. Në Prag jim, po. Në Prag. Rusia i ka bo apel qytetarëve nga Kosovë e largonu se nuk është puna mirë. Qishkuri, dhe më unë kjo është... Tash, këta e gjetën në momentin më hongër, më përlanë nër veti. Gjishë kjo më interesaj shumë, Rusia... Në paramenoti një vjet, e kanë nërez varë popullin me blokada. Edhe prapë vazhdo blokada. Kjo blokada, po shkojmë zidhe, prapë e njëjta ka mëndudhë. E po thu ti, Basalil, që Rusia ka bo thire mi të rejkë qëtetarët e vetë për Kosovë? Po, i legjova në disa vena, më thirë në 5 vitre, kam një mek një pashmërturit, po më thot, qështu, e njëva, kur e pova... Se njëtë ju ka bo thire Amerika, Iranit para se mi më shumë. Po, na jemi në luft, këta nuk janë gjendje më ullë, mi po... Pra ti po thu, Basalil, që shpo mujmë të kuptuar me atë temën, ma mira me shku me PDK-n koalicen se me quva në zgjidhje. Po ma mirë me shku me... Po që do të thatë më burë me PDK, nuk e di sa kërkon PDK-ja. Nuk e di sa kërkon, nuk e di egon e saja, që adona jo. Po ma mirë mësë me qu venë në zgjidhje? Ma mirë mësë me qu venë në zgjidhje, pro edhe në shkën venë në zgjidhje, ka me ma keq. Halo ma keq? Halo ka me keq. Po bika Albini një 5 deputet, ose pizon po bjen, me mendimin tim ka më shku 80% tash. Mendimi im, edhe këtu e kom ja bonkë. Monën menë që diaspora ka me hyjë pa aeroplanave, kërëve me ardhë, e ka me i terë edhe një herë këta. A menë që i ka milion zjedhët korrekt bashkër të vinë? Valla, ja, nuk me ju në dhe atërë, po edhe sot, edhe pa korrekt kanë morë. Edhe sot... E qka do të do si pas të je, Basalina, do zgjidhët presidenti, a do të kjetë zgjidhë? Ja, unë isha zgjidhjet. Zgjidhja? Unë isha zgjidhjet. Zgjidhjet të ashtushme. Vetëm me mendoj, gjithë ku mendu dhe ala mendoj, se Amerika i thëtë ullë nëse që kjo që të punën e ka dhe u kry puna. Që ku da që shënarë... Gjëna kjo vend me shku më zjedhe, Fukarallak, o, Basalil. Pa, që ki me i bëti, kur i kitë pa përgjeshëm institucionet, i kitë njerët e politikës pa përgjeshëm. Unë e tash nuk e di që shmu në fajsan një parti që i ka 51.10%, mu në fajson një parti e i thu ti, unë jam këtu me 10% a 15, ose 20, unë ti duhe me ta ku kryetarën shtetit, ti duhe 10 ministri, naturisht që ja i nuk donë. E, rikthej me dhe të pyjtja më falë që po të vesë shumë, po se kam qore, kam obligarim më të vitë. E qka nëse të thirin këta prokuroria? Që ka më thirin prokuroria, ti që fjalli flasë. Unë e kam dhonë një mendim timin në to. Që ka më thonë prokuroria për këtë punë, që asa onëra e menë që më ka shko onëra. Po s'ko shatirë për të konë, po jo, në këtë kontestin politikë si i pushkatun. Konteksti, me kona tjetë kështë i pushkatun, kontest politikë, këtu,
Kjo një farforme është të i bo atentat mi këtë grunë që ka folë këtë fjallë. Një farë pushkatimi politik jënë ka jabojnë. Nuk ja këmë folë unë, i ka folë kja. Dhe unë që këmë pasë me bon, para me ndoti, një gruje, një familje, një politikonje, një kryetare shtetit që e jep djallin thu edhe shkon partit ti, unë jëmë kojnë një qusë për shku ka jetë partit taj. Se se kësha që kur të do një ka stat atjet. E tash dole për më thatë, dashti më vrali lëgjeti, pa e, valoj, matur, pasha zotë, s'ku po kur. E qka kini mesaj Bacalin me thonë këtynve që janë kryet ta shtetit? Me thonë pajtënë, a shka kemi thonë Jo, se ti? mesazhi jem është, do të mu pajtu se jena në krizë. Para me ndoti, sa telefonatat vinë, bojnë be njerëzit që janë mërgjimtarë, të nuk përna mërë gjumi. Pej kuj, pej politikës brapsh tonën. Kjo një turp, i ka 65 deputet, i thë që ka të gjithë ndash të bajonë. Këto janë miliardat, 1 miliard e 600 milion, po flasë si pas opozitës Sërbis, që do mirë javonëve, që do që i kam ndëgju, janë shpërda për mirëzu Albinin. Kjo pa ka është vazhdimësi. Apo i kupta? Serbia ka investu me ka investu mirëzu, me hek Albin Kurtin. Pra ndaj, unë instinktivisht gjithmonë, si familje dhe si person jam me të ligun. Një Serbin në shpin, një Kosovë në shpin, një Shqipnin në shpin, një Rusin në shpin. Kjo ka me qëndru. Qka bo gjogja? Po flitet që ka pos zëra që dhe kanë orë dë njerëz prej Amerikës e i kanë thonë mëse e këni vjusë se vjusë na vinë këtë moment. Qa me nënë? Ure kam dëshirë me konë aty vjusa, në arenën ndërkombëtare e ka përfaqësu mirë, thash pore për thëmë tash, në politike, në mrenshme, guzhu me ka bo. Pse? Guzhu, s'ka lonë, s'pa lonë kjo pa bo për politikë mrenshme këto. Le këto, në arenë ndërkombëtare s'ka shkelqy. Unë pidu Amerikën me ka pidu Kosovën NATO. Nuk pidu në s'ka flasin fjallë rrugëve. Unë mendimi jamo, me tho Amerika, me gjithë qef kam dëshirë. Po kjo do të mu distantu edhe pe aty në fjallëve. Edhe mu që më ka idhnu. Edhe që i ka idhnu koalicionin, e që i ka idhnu një popull. Krejtë vëtusit, ti nuk e di ku s'ko flenë. I thot, janë njerëzit, ako më në gjohë ma ketë se me thonë, se me dalë publikisht, me thonë Kosovë, Albin Kurti për lunë bigjaz me shtetin. Kjo nuk e ka thonë në vesh, në fjallë. E për familjen Jashari që të rek? Jo, unë për familjen Jashari, me Sadi, që e kam po, e i një, familja Jashari, asë mërate nuk ka mujtë me konë kryetarin një shteti, ku marveshet janë në nënshkruara dhe marveshet janë të gatshme në tavollinëve, s'ka që në nënshkruara dhe të votura në parlament, edhe të qunën kushtetuse. E tash kjo me hi, e me janë nënshkru që ka thonë Hashim Bruja. Sa është familje që i ka thonë gjadat antarë, u fliu për këtë vend, më tash më ardhë mjau nënshkru tratit e tyne. E tash. Ky Kurti e ka ditë që kjo nuk janë nënshkruar, e ka pas qef me një familje që së nënshkruan, që së nënshtrohet. Po aje ka bo mirë që su përzin politikë. A kanë bo mirë ashtë? Ka bo për mendimin tim e ka bo të shkelqysh me këtë punë. Që nuk u përzin politikë, edhe kjo punë për mu, për mu, ka bo shumë mirë. E një pyetje fundi Basalin, për mësë më të lidhë ma shumë se edhe është vuën sonte shumë ekskluzive është kjo intervistë. Qëka të thanë vlozërit ty e kure ponë që të farë lojmin? Qëllë në? Lojmin që do jë evrojtje. Keshëm, thirë në otën një vlozën tjerë. Kure, ke përshëndes me kam shatë? Më tha Bacilin qështu po thojnë, thash po e thojnë, në batë, po ki më po e ditë kur të më pushkatojnë edhe mu, që kuna... Një për ishala se i vynë halon. Po jo, po si vynë, po qështu është fjalla, se këtu bo makec se gjithë ku në botë, nuk ka kësi veni. Këtu mësë me pas besht, ta në gjesin, me pas, ta hjekun. Ta këmusin. Këtu, me mbrojt kushtetutën, dë bojnë hero, dë bojnë tratarë.
Mishkel të bojnë hero. Shkel e kushtetutët të bojnë hero. A keni ku në botë që bojnë rrimet kushtetutët për 45 minuta në parlament. Pa i vallaj që ka bo vjosa kesë, s'pa mërë menja që kishë ditë kush me bo. Pa shanë zotën. Me ndim po të vlasë. Shka ta përmene ta është Albini në shta e thirë ku vendin, a? Qyrë. Nuk e di, nuk e një ato procedurat juridike. Pasu zë një avishë po. Ato jenë punë tyne, unë po flasë për të që më thire për që ato të Mitrovicës, për këtë Graçanicës, më thire për që ato. Po dhe ti thajve, sharohë që ke thonë që e ka Dollum të kjo tema tjetër që s'kulldash më dollë. Prokuria ka punën e vetë, unë më halgjetë që kur dollë në Prishtinë, jam më thrasin shkoj. Po shka ka zonë që tu shka ke thonë të one? A? Si kur të one që ke thonë, s'ki shka thonë ma shumë? Jo, s'kam që i thamë, qa kam i thonë policisë. Hajtë kalëzëm, po është zote, qëfar pushkatimi i muna a gjem dyni, që vëtut a gjem dyni. Si kus të dëruar o probleme shkruve që unë e dini sen, mu po vjetë që di se, unë për shemë dhe kom qurë një kra letra në policinë në Gjilan, me kërsnime edhe më kanë thonë hajtë se këshyrmi. Ko kërsnime në telefon të amin, kena më të vra, kena më të gri, ti e shpion, ti e milushi, nëse do t'i kalzej. Jo. I kom bo publikës disa herë, edhe kësha bo apel prokuroria dhe ata mi marë se familja e me po shqetësuhet burë, nësë ta po më kërsnojnë. Kena më të vra, ti po thiri shpiona, ti e, po jo për burë se u thiri shpiona, që ko e kom ti e njerin që kanë thonë gjithë shka për këtë vend. Jo, mërë 104 moshku i kem luh me pushtus. Dhe unë nuk bi prej e një propagande t'ilë. Nuk e di qush ka mujtë presidentja vetë, logikisht. Edhe mjene dhe nga Gjavdyli, që unë e djallin e kom qu, në listën gudase, në veve se kom qu. Edhe unë jëmë kojnë në qator atë. Edhe hala nuk e di djalli jam, as nuk jemi morë vesh me te, se ajo në listë guda, ka njësë mu shpërdoj e listë, në shpërdoj, në t'ja marë ka do, ka t'i do zemra ati. Orë doktor shkencë, mu së vynë një prindi tina, që e kam një shkollë të lartë, me thonë një doktori shkencë se ki keqë me të shka atje. Aja ka logikën e vetë, me ndonë, po mendimi e më konë, se unë ja kam dërgu djallin, të shkote vjosa, sa te ke dalë, ka po mu ke përshkato. Edhe një pyjtje të fundi Basalirit dhe mos ljudhi. Qka nëse hinë koalicion këta me PDK-n vetëvenduse? A keni mjallën votën ju? Qëllën, nuk e di ja jep djalli jam votën. Unë se besoj që ja jep, po unë më mgu mu ja jep, sepse dojmë shtetë na. Nuk do, api merver, nuk dojmë shtetë o djallë. Jo me shku venin zjedhi? Jo me shku venin zjedhi, jo. Me hup edhe 3 milionera? Jo me hup edhe 10 milionera, jo me shku me hup shumë, që po hup veç në arenin ndërkombëtare, po të tërgojmë para botës se Kosovën nuk nga shte zoja mi maj shtetën e vetë. Po bojnë hajgore, po. Po bojnë shaka. Dalin do politikan, fmi aqa dhe bojnë shaka me një popull. Paramendohën për ta presoris diaspora, njerëzit, në për Kosovë, pysit tuti që unë jam ndoni kumedit qka, nuk përna mërë gjumë me brabacillit qa për ndodhë. Mërë vesh më ronë gjithë se sjene nuk jenë aty liftu për me bo president Beogradit për njerëz tonë, ku me morë me ko kjo presidente, po me shkoft kjo qaj tjetëri. Dhe kjo duhet mi po me mas dikohe, me që pësat që kjo unë jëmë kohë i zoja vetë, ja ku pruvotat. Në të bohet mas një 5 vjetë, ose mas një 2-3 vjetë, në të bohet e zoja në ti merë votat. A i kuptanë të se zgjedhjet nuk janë zgjedhje. Zgjedhjet nuk e banë zgjedhjen. Nuk e banë zgjedhjen e venit? Zgjedhjen e venit, zgjedhjet veç e blokojnë. Mas zgjedhjeve flasum prapë, se mendimi jem kom më shku zgjedhje, plap jem me të njëjtat blokada. Me të njëjta akterë. Me të njëjtit akterë, me listën sërbe, me PDK-n, me LDK-n, me këto aty, janë prapë njëjtat. E qka me ndonë për ju sa Osmonin Basalil, nëse dhe me thonë tashmo nuk thejet listën guza, me ndonë që ka me po parti treja, ka me afru me LDK-n? Nuk e di mendimin e saj, që a di unë kam qef, që ajo më këthy në LDK, se i ku më thonë, jo, mati kam thonë shkrimet e mija. LDK-a duhet me i morë ka... Aja rrit LDK-n më këthy? Nuk e besaj që e rrit, se
e kanë marrë vesh njerëzit që shkela jo mbi për karrierë nuk lë kanë pa shkel në fët. Po kur ku mendu unë për ta, po flasë dhe po mendoj prap, kom thonë në shkrimet e mija se LDK-a duhet me i bashku kratë. Ka bo mirë që ka morë Kurgovën, ka bo mirë që i ka morë vlavën të Fadilin, ka bo mirë që i ka morë lista Guda, që është me listë Guda. Më shku komplet me listën Guda, qofë që tonë, qofë që kjo i ka fyë qaqë shumë listën Guda, ose Doni Gërvalën, ose njerëzët e saj, naturisht që nuk shkojnë. E kënaqshin njëna tjetër me do kongë. Po, kjo i dhe kjo Dafina e ka qitë kongën e rejë. Kjo do Dafina, kjo një turp, një maza më keqë. Kjo dhe kjo ka qitë një reper një kongë të rejë. Një mbusë i reperat. Do më thonë, kanë kalzu dopsi kanë kalzu që... Të dyja ta? Jo, nuk e besoj që kush ja ka njës, është kjo punë. Kush e njës, kush e njës. Vjo se i ka thonë a e keni një kongë të në dhe dëni ke e pa të pyjë. Asaj e su duhet pas kjo. Kjo me presidente e vendit. Ej, është baba dhe nona e Kosovës. E mu dalë me qupë... Baba është Albini, se ju i thoni nona vjusë. Jo, Allah, unë po thomë, kjo baba e Kosovës, ose nona e Kosovës, nona edhe baba e Kosovës, ose gjysha e Kosovës, ose presidenti. Po, pajtona. Që i balanson raportet me parti politike, që nuk i bëhet grupacion një partije, që nuk del në demonstrat, para me ndohet dul në demonstrat, me njerë të Edi Ramës, me njerë të PDK-s, u bo prej e një grupacioni, me kushtetut një 82-84, të që presidente onë mbi gjitha partit dhe nuk ka drejt me dalë nas një protest, a një balë protestës. E pëse në protest ka gabu që ka dalë për dhua? Jo, presidentja që shka gabu. Presidentja nuk do të mu bo krah jasë një partije. Pa së kona e protest e partijës? Jo protest, nuk kona e partijës e PDK-s. Aty u kona i djali i Hashimit e Ndriti, aty u kona Ali Ahmetin, këtë qëtër nuk kona Balo. Mëse konë protest gjithë popullore pa qalil? Qysh? Nështë ta konë protest gjithë popullore kundra Hogës e kështu? Jo, po në protest e kujna është aja, edhe te e din, edhe din tonë. Unë mendim po ta flasë. Edhe tani, gabimet që i ka bon kohës të fundit, kanë mi kushtu asajna dhe Kosovës për i kushtuit. Po se në mëzvetis janë të full me Albinin? Nuk e diju në për këto. Unë halo me ndoj që këta do të mu ullë, se halo nuk të nështerë ato gjitha opcionet për mi vazhdu bashkë. Mendim po flasë. Edhe krejt mendimi që opcionet e kam që e ka përfaqësu Kosovën mirë. Në rejë ndërkombëtare. Bazalil, falimderit shumë që ishe. Respekt shumë, falimderit shumë. Me neve son të Halil Gici, falimderit shumë. Falimderit shikuzët që na ndjekët natën e mirë, ka që të përsonte, shim javë tjera. Falimderit shumë, Bazalil.